A mund të shkaktoj ky konflikt në lindjen e mesme një val të reinflacioni në Europë dhe rrjedhimisht edhe tek ne, sepse ne varemi shumë nga tregtia me vendet e eurozonës? Absolutisht po, energjia po edhe në produktet e saj janë ndër elementet kryesorë të inflacionit, gjë e cila po e godet që tashmë eurozonën në mënyrë qëndësishme, dhe duke qenë se është partneri jonë kryesor tregtar me 3/4 të tregtisë tonë të jashtme, padyshim do ta importojmë dhe ne këtë inflacion. Kush është në gjykimin tuaj më i dëmshëm për ne? Çmimi i rritur i naftës, çmimet që po presin të jenë në rritje të produkteve ushqimore, ju përmendët edhe lëndët e parë bujqësore që kanë filluar rritjen, apo inflacioni i rritur dhe importuar nga vendet e eurozonës? Padyshim që për konsumatorin final, rritja e çmimeve të shportës dhe importimi i inflacionit nga vendet e eurozonës është goditja më e rëndë, pasi ti mund të evitosh përdorimin e karburantit, mund ta përdorosh më pak makinën, po nuk mund të rish pa ngrënë. Zoti Sefa, a do të vi rritja e çmimeve të ushqimeve tek ne në Shqipëri? Ju e përmendët që ka filluar diçka edhe në bujqësi, sidomos me lëndët e para nga kriza në lindjen e mesme, dhe në gjykimin tuaj do vi tani, domethënë pas kaluar 4 javë nga nisja e konfliktit, pas disa javësh, muajsh, apo nuk do të vi fare? Padyshim që do të vi, nuk bëhet fjalë që të mos vi, po do dojë të paktën dhe 1 apo 2 muaj tjerë që ta ndjejmë realisht.